Sali Berisha ka shpadhur një protestë kombëtare për të kundërshtuar mbylljen e TikTokut, duke e cilësuar këtë veprim të qeverisë si një akt të pastër censure kundër lirisë së shprehjes. Ai e quajti këtë vendim një sulm ndaj së drejtës së qytetarëve për të komunikuar, duke i bërë thirrje të rinjve dhe qytetarëve të bashkohen në protestën që do të zhvillohet në 15 mars në sheshin Skënderbej në Tiranë përpara kryeministrisë. Të pretendosh se po ecën drejt Europës dhe të rrjeshtosh Shqipërinë me Iranin, Afganistanin, Somalin, bën një akt monstruoz kundër fjalës së lirë, një censur dhe dëshmon se udhëtimi europian i Shqipërisë është një hipokrizi për ty. Të gjithë gjimnazistët, të gjithë të rit, të gjithë qytetarët, të nisim betejën tonë për çlirimin e TikTokut dhe për mbysjen e narkodiktatorit me datën 15 mars, proteste përgjithshme kombëtare në sheshin Skënderbej para kryeministrisë. Një protestë me të cilin kërkohet anullimi menjëhershëm i vendimit për censurën dhe bllokimin e TikTokut. Në mes të këtij momenti tensioni politik, Berisha po përballlet dhe me kalkulimet elektorale të Partisë Demokratike, pasi aleatët kërkojnë kandidime në zona të ndryshme, ndërkohë Ilir Meta, edhe pse është i burgosur, po merret me formimin e një lidhjeje të re, të mundshme për zgjedhjet e ardhshme, ku ai ka projektuar kandidat si Edmond Haxhinaston dhe Tedi Blushin. Ai ka shprehur dëshirën për të qenë deputet i qarkut fier dhe sipas tij do të dalë si fitimtar në zgjedhje. Ilir Meta do të jetë sot ish presidenti dhe ish kryeministri, ish kryetari i parlamentit i burgosur politik, do të jetë në listat sigurta të Partisë Demokratike. Nga ana tjetër, Edi Rama, për të ironizuar opozitën, ka komentuar për bashkëpunimin e Berishës me aleatët duke përdorur fjalë të ashpra për ta, ndërsa komentet për ish kandidatin Kujtim Gjuzi janë bërë të njohura për ironinë e Ramës. A ja vlen t'i komentojmë ne ato pyetjet e tij? Nuk ja vlen fare t'i komentojmë. T'ja lam çdo ditë flas zhaba, hardhuca, zhapi, bretkoca e tjerë. Lën botën e tij, mos ta nxjerrim nga bota e tij tani. Për shfaqjen e Ingjëll Agaçit, i cili është shfaqur pranë Edi Ramës, Rama ka thënë se është i gatshëm të komentojë veten, nëse Agaçi ka pasur probleme shëndetësore, duke theksuar se gjithçka për ta do të ishte shërim i plot nëse ka vuajtur nga një sëmundje. Në rast se ai për llogaritë të vetes dhe Edi Ramës ka bërë le malade imaginaire, atëherë ai është i pashpresë.